qenë shumë kurioz se kush po pëlqejet, si po pëlqejet, çfarë po pëlqen publiku dhe ti do të analizosh edhe do shohësh se çka ka ndodhur me këtë reality show deri tani, ëh? Por më beso, atë që po pëlqejnë më shumë njerëzit sot është një moza që vetëm te loja se ka mendje. E kam thënë. E kam mendje te çdo gjë tjetër vetëm te loja se ka mendje. Unë e kam thënë atë gjën aty mrena, i kam thënë tanëve që unë jam i sigurt që moza është on top jashtë. E kam ditë shumë mirë. Edhe të kam mbështetur, a e prisje që të kishte të lloj simpatie, karshiteje, se ka folur fjalë të mira gjithmonë. Sidomos edhe sonte kur doli. Moza më ka surprizu. Unë tham drejtën para se me hitë firma dhe shikova emrat. Te moza kam pas një frikë se thosha si do shkojnë me këtë njeriu, si do merren vesh, si t'ia gjet traktin. Ka kenë një kimi me sa imi taku për herë të parë, edhe ka kenë një vit me njëri që më ka kuptu në çdo mendim, në çdo gjë që unë kam pas në kokë më ka kuptu. Edhe ja, fermerët. Ato gjithashtu po komentonim me ta pastaj daljen tënde dhe duken të keqardhur të gjithë, pavarësisht debateve, përplasjeve që keni patur. Sepse ato me secilin që kam debatu, e kam lënë me kuptu që unë kam një anë shumë të mirë dhe të pastër, që gjithmonë kur do që mund të kenë dasht, mund të kishin ardhur unë dhe mund t'ja u kisha tregu.